Liu i Kosovës po Boran Arsenjeviqi, i cili po paraqitet gjoja si politikan i moderuar, mirë po luftën e tij po e bën online përmes rrjeteve sociale, duke i paraqitur serbët si viktimë të institucioneve kosovare, në këtë rast të policisë së Kosovës. Pra ndërhyrja e policisë këtu vije pas provokimit që serbët ja bën shqiptarëve që ndodheshin nëpër kafeteri, e që pastaj pati edhe kundërreagim nga një shqiptar i cili e bëri shqiponjen, që shihet edhe në videon e shpërndar nga Arsenjeviq, dhe menjëherë pastaj ka ndërhyrë policia e Kosovës duke e kapur të riun serb dhe shihet edhe në një video të publikuar ku policia Mitrovica si thot jo provokime, me që nuk e flet gjuhën serbe, dhe vazhdimisht vrejet se në komunikon edhe me një koleg të tij serb që është polic i Kosovës, e cili u thot se gjithçka është në kontroll, edhe personave për rreth aty, të cilët insistojnë që ta marrin djalin nga duart e policit, këtë maturantin e ri serb, mirë po propaganda shkon një hap matutje. Pra kemi një po shihet këto ngjyra e kuqe këto në qafën e maturantit serb dhe institucionet në Serbi, por edhe mediat serbe i kanë dhënë një hon të madh lajmet se polici Mitrovicas e ka gjakosur këtë maturantin e ri, që në fakt nuk ka të bëjë me gjakosje, është ngjyrosje me marker, dhe kështu është paraqitur në mediat serbe vazhdimisht. Pastaj dje patëm edhe një konferencë nga policia e Kosovës të cilët demantuan pastaj lajmin. Sigurisht. Mirë, i paraqet as dren serbët kjo video si viktim, ashtu siç ata kanë pretenduar dhe po dojnë të paraqiten si viktima të Kosovës. Qëre, rasti është këtë politik, edhe menoj që edhe një kohë gjatë ka qenë edhe ka me vazhdu me qenë kjo pjesë e Kosovës, kjo rajoni Kosovës, arena ku ushqejon dy lider populist si Kurti e Vučići. Sa herë këtu një duhet, por konsum politik elektoral, këta nëzit tensione, instrumentalizojnë tensionin veri, për me dalë mirë njëri se tjetëri. Pra jo rastësisht për anja 2-3 muaj nëse s'gaboj, një eurodeputet e tha mirë Kurti edhe Vučići janë aleat në kuptimin e asaj që e ushqejnë me retorikën i tjetërin. Policia e Kosovës aty flet me gjuhën e pushtetit. Edhe kjo mu vjen keq. Është gabim sipas ju? Është skandal, nuk është gabim. Është skandal. Pra, ti po manifeston skenat ngjashme, qysh neve na e kam manifestuar një periudhë gjatë kohore Slobodan Miloševići. Prandaj mu vjen keqardhje që nacionalizmi përdorot nga ana e Kurtit, se kjo është shkak pasojë. Unë besoj në lidhjen shkak pasojë. Tensionin veri, prej që 4 vjet po bëhen gati, prej se ka ardhur Kurti në pushtet, sepse është lider që funksionon edhe jeton vetëm me konflikte. Sa më shumë tensione, aq më shumë aty në Kosovë, në Prishtinë, ka më rrit kredibiliteti gjëja politikan nacionalist, politikan që vendos e shtërnin sovranitet. Nga ana tjetër, edhe ata serb atje instrumentalizohen, po njësoj nga ana e Vučićit, edhe të dy politikanë këtë rast, trazirat, tensionet etnike aty, ju shërben të dyve. Pra, Vučići është si Kurti, Kurti si Vučići. Pra, ndaj mu vjen keq që ndodhin këto skena në fund ditës Kosova del keq. Pra, Kosova garën e inteligjentës, këtë rast, po e humb me Serbinë. Pavarësisht këta djemë të ri, këta maturant të ri që vod kolegu, jonë të instrumentalizuar. Na jemi ka vina në kurthe, na jemi ka dalim aty sikur jemi një shtet i cili nuk e duron përkatësinë etnike serbe. Pra ndaj diskriminimi në baza etnike që del faqet parë, del lajmi, por Kosovën është minus i madh. E mu vjen keq sepse Kurti këto e din, po e bën qëllimisht, sepse ati i do në Prishtinë, me na dalë këto e mitë Sokoli, që i përzën serb, edhe nuk i lene bo që ka donë. Në fund ditës, na, nëse kur gjë hiq, duhet me fitu garën e inteligjentës. Na se jemi ka bëjmë. Na jemi ka sillan njësaj sigur Serbia. Me këtë pushtet, me këtë polici që po folë në gjuhën e pushtetit. Vjen keq që o bon instrument kështu, pervers i këtij pushteti autoritar, populist dhe rrezikshëm. Elezi, është bërë instrument i pushtetit policia e Kosovës? Ja, në rastin konkret, jemi sinqert të zyrtari policisë të Kosovës ka vepruar në kuadër të atribuimeve që ka. Në asnjë moment të paktën këtë që ne e shohim, nuk ka të kalim të autorizimeve. Është vepruar në mënyrë profesionale dhe konform detyrave që ka një zyrtar i policisë Kosovës, pavarësisht përpjekjeve të Beogradit zyrtar për ta konsideruar si ndërhyrje jashtë autorizimeve efektive për përdorimin e forcës në rastin konkret. Nuk është vetëm Beogradi zyrtar që reagoi, kemi edhe reagimin e shefit të Euleksit. Në fakt, ajo që më ka bërë përshtypje është një reagim i shpejt i përfaqësuesit të Euleksit, të cilët siç duket pa pas informacionet e nevojshme dhe zyrtare kanë reaguar.
EULEX-i është organizatë e cila vepron në Kosovë për ta mbështetur policinë në Kosovës sa i përket zbatimit të ligjit. Deklaratat të këtyre duhet të bazohen në vlerësimet e ekipeve që merren me monitorimin profesionale të autorizimeve policore. Kujtojmë që në rastin EULEX-i e mbështet policinë, po janë marrëzi nacionaliste. Këto janë marrëzi nacionaliste që shërben Kurtit. Nuk po thonë që ai djali i ri polic me uniformë është vegull e Kurtit, por zinxhiri i lartë komandues, forma që policia e Kosovës sillen në veri ndaj çdo personi, ndaj qytetarit serb, pavarësisht ai është instrument, është tingëllon keq për Kosovën. Se EULEX-i është me ne, pa e din që kjo politike, se në fund ditës, serb e më shumë, serb tjerë, të vinë por herë nga Zimestan, e i thejnë shpesher protokollet, nuk është dhuna e njetë, nuk është qasja e njetë, se nga Zimestan nuk bën lajmë, në Mitrovica veriut bën lajmë, aty i duhet Kurtit PR-i i sovranitetin veri, pra ndaj kjo është keq, është mirë policia e Kosovës, mos më shënruen në vegël, ku Kurti i arrin të qëllimet ultra politike, kjo është keq. Ama mirë, po këtu nuk ka dhunë policore. Realisht këtu ka ndërhyrje policore për ta parandaluar. Në faqet e parat gazetave ka me dalë të një polici Kosovës, të e ka përqafe një fëmijë serb. Po në rregull është mund me provokuar një fëmijë serb. Në rregull është ajo çka bëjnë mediat serbe me që ata e kryen agjendën e vet. Media ndërkombëtare. Ata nuk është në media ndërkombëtare. Ata po e kryen agjendën e vet. Media ndërkombëtare kryen lutim pak më të madh se sa media. Profesionalizmit gjithmonë fshihet një agjendë. Unë nuk po do me bo krahasimin për nga përmasa, se nuk krahasohen, po të e niton, kur student tonë kanë dalë në protest, por me pas Universitet Shqip, policia serbe ka pas arsetimin zyrtar për lujmë rende e qëtësin, në aprish regulli publik, e atë kanë shkel me